Mjekët nuk ua thonë këtë, por vetëm 10 gjethe dafine do shëroni të gjitha sëmundjet. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin dhe për organizmin tonë. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore për trajtimin dhe lehtësimin e problemeve të ndryshme. Në këtë video do ju sjellim një recetë të vjetër që përdoret shumë për lehtësimin e problemeve të stomakut dhe të urthit gjithashtu. Por përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet ose mënyrën e gabuar të përdorimit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përgatitja e kësaj recete me gjethe dafine bëhet në këtë mënyrë. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara, 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. I përzjeni bashkë, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë, ullëzoj talinja të mbuluar për 20 minuta dhe më pas ta kulloni. Ëmbëlsojeni me mjaltë dhe mund ta konsumoni 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies, nëse nuk merrni medikamente të caktuara. Por cilat janë vlerat që do të ofrojë dafina në shëndetin tuaj? Një prej përfitimeve kryesore që do të merrni nga dafina është ai edhe për sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës, duke nxitur kështu urinimin dhe si rjedhoj, duke ulur edhe problemet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Dafina do të stimulojë të vjellat në rast se mund të jeni elmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjetheve të dafinës do të ndihmojë organizmin tuaj në tërësi, duke evituar kështu komplikacione dhe duke nxitur një shëndet më të mirë të trupit. Dafina stimulon nivelin në rast se keni të vjella dhe helmime nga ushqimi. Përmbajtja organike e dafinës është e mirë për zorrën e trazuar dhe problematikat e ngjashme. Gjethet e dafinës luajnë një rol të mirë parandalues kundër shqetësimeve të cilat i kanosen problemit të frymëmarrjes. Vaji i gjetheve të dafinës mund të ndihmojë dhe të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar disa nga këto problematika të frymëmarrjes suaj. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, atëherë do të filloni dhe të merrni rezultatet e para. Do të ndiheni më mirë dhe do të keni lehtësimet e duhura për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Avulli do të zbusë sekrecionet e shkaktuara në mushkëri dhe në aparatin tuaj të frymëmarrjes. Kështu, mund ta përdorni atë gjithmonë me kujdes. Femrave shtatzana nuk u rekomandohet ky trajtim. Vaji i dafinës mund të përdoret gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin tuaj të flokut dhe të evitoni gjithashtu dëmtimet e tij, vaji i dafinës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të ndihmuar në rigjenerimin e shëndetit tuaj të flokut dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Kështu, përdorimet të tilla të saj mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për situatat tuaja të flokut të dobët. Nëse dëshironi të përmirësoni flokun tuaj, atëherë dafina mund të jetë një stimuluese shumë e mirë në këtë aspekt. Dafina është një bimë që mund të japë përfitimet e saj kundër inflamacioneve. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin tuaj në organizëm. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre element unik të njohur si parthenoide, të cilat reduktojnë irritimet në zonat kyçe dhe sjellin gjithashtu rezultatet e duhura për shëndetin tuaj. Ndjekja e këtij trajtimi në kushte shtëpie mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund të arrini për shëndetin. Dafina është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acidin kafeik dhe rutin, dy prej substancave më të mira, të cilat forcojnë kështu shëndetin tuaj të zemrës, duke larguar kolesterolin e keq dhe duke përmirësuar sistemin tuaj kardiovaskular. Dafina është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime edhe kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzë borzilokun, dafina ka në përmbajtjen e saj lineol, një substancë e cila ul hormonet e stresit nga organizmi. Hormonet e stresit mund të çlirohen në një periudhë afatgjatë dhe janë të dëmshme për trupin tuaj. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në shumë në këtë aspekt, duke ndihmuar organizmin dhe duke parandaluar kështu komplikacionet e një pasnjëshme të tij.
Dafina është një prej produkteve më të rëndësishme që mund të shtoni vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu mbreslënse për organizmin. Gjethet e dafinës do të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit tuaj, por duhet të bëni kujdes me mënyrën se si e përdorni për të evituar kështu ndërveprime negative ose edhe efektet anësore. Dafina është një bimë që praktikisht mund t'i hapë shumë përfitime falë vlerave ushqyese që ajo përmban, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu më mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe një sër problemesh të ndryshme të tij. Dafina është një bimë shumë e mirë edhe kundër problemeve të stresit dhe të ankthit. Përdorimi i saj me kujdes në këto situata mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të nxitur organizmin. Prej shekuj që gjethet e dafinës janë konsideruar gjithashtu si një simbol i paqes dhe sigurisë. Mirë po, përveç kësaj, së fundmi po gjejmë gjithmonë më shumë përdorime të mjekësisë alternative dhe industrisë, me përdorimin e gjetheve të dafinës si një prej alternativave më të çmuara që mund t'i jepni organizmit dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Së fundmi, gjethet e dafinës janë renditur si një prej produkteve më të rëndësishme në industri, falë vitaminës A, vitaminës E dhe elementëve të tjerë ushqyes, siç janë acidi folik që përmbajnë në nivele shumë të mira të elementëve të kaliumit, bakrit, kalciumit dhe elementëve të tjerë të rëndësishëm në mbrojtje të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Në këtë video do ju rekomandojmë një recetë të thjeshtë me përdorimin e gjetheve të dafinës si një prej alternativave më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët i cilësojnë gjethet e dafinës si një prej produkteve më të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit, dhe si të tilla mund të bëhen edhe përdorime të ndryshme të saj në dietat tuaja ditore. Gjethet e dafinës janë një ndihmë e çmuar kundër problemeve të dobta të shëndetit të zemrës. Dafina përmban acid kafeik dhe rutin. Këto komponent do të forcojnë ndjeshëm muret e zemrës suaj dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ndaj përdorimet të tilla të saj mund të jenë një nga alternativat më të çmuara për ju. Nivelet e larta të kolesterolit mund të çojnë në krijimin e akneve dhe pllakave të ndryshme të cilat mund të krijojnë shqetësime, por mund të krijojnë gjithashtu një dëmtim më të madh të shëndetit të zemrës. Andaj në këto raste duhet t'i përdorni gjethet e dafinës si një ndihmë specializuar, gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Gjethet e dafinës janë një ndihmë shumë e mirë për sistemin tuaj tretës, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e saj. Gjethet e dafinës përmirësojnë tretjen, largojnë toksinat e tepërta nga trupi dhe mbi të gjitha stimulojnë lëngjet e tretjes. Gjithashtu, enzimat e pranishme të gjethet e dafinës do të ndihmojnë në tretjen e ushqimeve në mënyrë më të mirë dhe më të shëndetshme, duke evituar kështu komplikacione dhe duke nxitur një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Gjethet e dafinës do të zbusin edhe dhimbjet. Dafina gjithashtu ka në përmbajtje të saj veti të mira antiinflamatore. Këto janë të dobishme në lehtësimin e dhimbjeve të njerëzit që vuajnë nga çdo lloj endje ose artriti. Ju mund të krijoni një pastë të kësaj gjethe, ta aplikoni në zonat e prekura dhe ta lini atë të veprojë për rreth 20 minuta. Nëse masazhoni ballin tuaj me vajin e gjetheve të dafinës, atëherë mund të lehtësoni ndjeshëm edhe dhimbjet tuaja të kokës. Ajo do të reduktojë gjithashtu edhe problemin që shkaktojnë inflamacionet në organizëm. Disa studime kanë treguar se gjethet e dafinës mund të ndihmojnë gjithashtu në kundër irritimeve të zonave të ndryshme të trupit, siç mund të jenë edhe ato që zvogëlojnë problemet e kollës. Një veçori e mahnitshme është se gjethet e dafinës janë të afta të pastrojnë sistemin tuaj të frymëmarrjes. Nëse keni ftohje ose një kollë të keqe, gjethet e dafinës mund t'ju ndihmojnë të keni një frymëmarrje të lehtë dhe të shpëtoni nga bakteriet. Vloni 4 deri në 5 gjethe në ujë pasi t'je ftohur, e lagni një leckë me këtë lëng dhe vendosni në gjoksin tuaj. Sigurohuni që lecka nuk është e nxehtë pasi ta aplikohet kudo në trupin tuaj.
Gjithashtu, gjethet e dafinës janë një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër ankthit dhe stresit. Gjithmonë, nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.